Një familje e varfër, 4 njerëz të mbledhur ngushtë brenda një shtëpie që mezi kishte një çati mbi kokë, pa ushqim të mjaftueshëm për ditën tjetër dhe pa asnjë siguri për të nesërmen. Netët kalonin me ankth të heshtur, ndërsa ditët mbaheshin gjallë vetëm nga shpresa kokëfort e një nëne që refuzonte të dorëzohej. Një mbrëmje, një stujë e dhunshme shpërtheu mbi lagjen e harruar ku jetonin. Shiu binte sikur qielli të ishte qarë më dysh, era ulërinte nëpër rrugicat e ngushta dhe rrëmbente gjithçka që gjente përpara, ndërsa bubullimat godisnin aq fort sa dukej sikur toka dridhej nga themeli. Në mes të asaj nate të errët dhe të ftohtë, dikush trokiti në derë. Ishte një burr i lagur deri në palc, që dridhej nga të ftohtit dhe kërkonte vetëm një strehë të vogël derisa shiu të pushonte. Familja nuk kishte pothuajse asgjë për vete, megjithatë bëri një gjest aq të pastër dhe aq sakrifikues, sa sikur vetë engjëjt të kishin ndalur në qiell për të parë atë që po ndodhte brenda asaj shtëpie të përulur. Ata nuk e dinin, nuk mund ta imagjinonin, se ai burr nuk ishte as pak ai që dukej. Dhe kur e vërteta u zbulua mëngjesin tjetër, kur kuptuan se kush kishte qenë në të vërtetë në anën tjetër të derës së tyre, gjithçka ndryshoi përgjithmonë. Ishte një e enjte, një ditë e zakonshme e marsit të vitit të kaluar. Shtëpia e Marinës ndodhej në fund të rrugës së luleve, në lagjen periferike të quajtur Shpresa e Re, në skajin lindor të qytetit. Ishte ndërtimi i fundit para se të fillonte toka e egër me barra dhe shkure. Nga larg, kushdo që kalonte do të mendonte se ajo shtëpi do të shembej nga momenti në moment. Muret ishin prej dërasash të vjetra, jo prej drurit të bukur si ato që shihen në shtëpitë e pushimit. Ishin të çara nga dielli, të njollosura nga shiu dhe të mbushura me copa llamarine e kartoni për të mbyllur vriman. Koha kishte lënë mbi to një gri të trish, ngjyrën e gjërave që duken të harruara nga bota. Çatia ishte një përzierje e çuditshme tullash të thyra dhe fletësh metali të ndryshkura. Në disa vende ishte mbuluar me plastmas blu të lidhur me litar, sepse vrimat ishin aq të shumta sa gjatë rreshjeve dukej sikur binte shi edhe brenda. Dera e përparme nuk mbyllej mirë. Menteshat ishin shtrembëruar dhe poshtë kishte një hapësirë nga ku hynte era, pluhuri dhe ndonjëherë edhe ndonjë kafshë e vogël. 2 dritaret e vogla nuk kishin xham, vetëm një rrjet të grisur që nuk ndalte as mushkonja. Megjithatë, ajo shtëpi ishte një shtëpi e vërtetë, sepse brenda saj jetonte dashuri e sinqertë. Marina ishte 42 vjeç, por dukej shumë më e madhe. Puna e rëndë kishte gdhendur rrudha të thella në fytyrën e saj. Flokët kishin filluar të zbardheshin dhe duart i kishte të çara nga detergjentët dhe uji i ftohtë. Çdo ditë zgjoi para agimit, përgatiste një kafe të hollë dhe, kur kishte fat, hante një copë bukë të thatë para se të dilte për të kapur autobusin e parë. Pastronte disa shtëpi çdo ditë dhe kthehej vetëm kur erësohej, me shpinën që i dhembte dhe këmbët që mezi e mbanin, por gjithmonë me një buzëqeshje të lodhur për fëmijët e saj. Fëmijët ishin gjithçka për të. Djali i madh, Luku, ishte 12 vjeç, i dobët dhe i gjatë për moshën, me sy të mëdhenj dhe të zgjuar që shinin më shumë se sa duhet të shite një fëmijë. Në fundjavë ndihmonte në treg duke mbajtur arka vetëm për të fituar disa monedha që i sillte në shtëpi me krenari. Ana, 9 vjeçe, ishte aq e vogël sa dukej sikur koha kishte harruar ta rriste. Krahët dhe këmbët i kishte të hollë, por syt i shkëlqenin me një dritë të veçantë. Kishte një besim të qetë që askush nuk dinte ta shpjegonte. Mbante gjithmonë me vete një kukull prej cope që e kishte qepur vetë me mbetje pëllurash që nëna i kishte sjell nga punën. Më i vogli ishte Pietri, 5 vjeç, një fëmijë që qeshte lehtë dhe gjente lojë në çdo gjë. Një kanaçe bosh bëhej makinë, një deg bëhej shpatë. Ai nuk e kuptonte pse shtëpia ishte aq e ftohtë në dimër apo pse vaposej në verë. Për të, ajo ishte bota e tij normale. Babai ishte larguar 3 vite më parë. Marina e kujtonte ende atë mëngjes kur ai kishte dalë nga dera duke thënë se do të kërkonte punë dhe nuk ishte kthyer më kurrë. Asnjë letër, asnjë shpjegim. Thjesht ishte zhdukur. Ajo kishte mbetur vetëm me 3 fëmijë të vegjël dhe me borxhe që dukeshin më të mëdha se vetë jeta. Kishte qarë shumë herë fshehurazi në banjë që fëmijët të mos e shihnin, por nuk ishte dorëzuar kurrë, sepse një nën nuk ka luksin të ndalet. Atë mëngjes ajo ishte zgjuar pa fjetur pothuajse fare. Pietri kishte pasur temperaturë gjatë natës dhe nuk kishte para për ilaçe. Kishte bërë atë që dinte, një peshqir të lagur mbi ballin e tij, duke e ndërruar çdo herë që ngrohej. Kur më në fund djali kishte fjetur qetë, ajo ishte ngritur për në kuzhinë. Kuzhina ishte e vogël.
Rubineti pikonte pa pushim, një tingull I bezdishëm që nuk ndalej kurrë. Sobëza kishte vetëm 2 vatra dhe njëra mezi ndiste. Dollapi mbante pak ushqim, gjysmë pak orizi, pak fasule në fund të një kavanozi dhe një qep të vogël. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi, por e mbylli dollapin pa thënë asgjë. Pas pune kaloi në dyqanin e lagjes. Pronari, Antoni, ishte njeri serioz, por kishte zemër. Ajo kërkoi disa gjëra të thjeshta për javën, pak oriz, fasule, disa vezë dhe një sallam të hollë. Kur dëgjoi çmimin, kuptoi se nuk kishte mjaftueshëm para. Me zë të ulët kërkoi t'i shënoheshin borxh. Ai hezitoi, pastaj pranoi, duke I kujtuar se borxhi po rritej. Marina falenderoi dhe u kthye në shtëpi me qesen e vogël që duhej të mjaftonte për disa ditë. Në mbrëmje qielli u errësua shpejt. Ret u bën të rënda dhe era solli aromën e tokës së lagur. Luku pa nga dritarja dhe pyeti nëse do të binte shi I madh. Marina I kërkoi të merrte kovat. Sa herë që binte shi, ata vendosnin enë nëpër shtëpi për të mbledhur ujin që pikonte nga çatia. Ana mblodhi lodrat nga dyshemeja ndërsa Pietri shikonte I mahnitur pikat e para që rrëshisnin mbi tokë. Fillimisht shijura lehtë, pastaj gjithnjë më fort, derisa u kthye në një stuj të vërtetë. Zhurma mbi çatin metalike ishte aq e fortë sa dukej sikur mira gur po binin njëkohësisht. Bubullimat shpërthenin mbi ta dhe muret dridheshin. Pietri u hodh në krahët e nënës së tij. Ajo e përqafoi duke I thënë se ishte vetëm zhurmë, por brenda saj frika po rritej. E dinte që çatia nuk do ta përballonte gjatë. Dhe nuk e përballoi. Pas pak minutash, pikat e para ranë brenda. Pastaj edhe të tjera. Tingulli I ujit që binte në kova u përzie me ulërimën e erës. Ajri u bë I ftohtë dhe dyshemeja filloi të laget. Fëmijët u afruan pranë njëri tjetrit, ndërsa Marina përpiqej të lëvizte mobiljet për të shpëtuar atë pak që kishin. Pikërisht atëherë, mes zhurmës së stuhis, u dëgjua trokitja në derë. Një trokitje e fortë, e ngadaltë, që nuk ngjante me erën apo me ndonjë degë të hedhur nga stuhia. Të gjithë heshtën. Marina ndjeu një ndjesi të çuditshme në kraharor. Kush do të ishte jashtë në një natë të tillë? Ajo ju afrua derës, hezitoi për një çast dhe e hapi paksa. Para saj qëndronte një burr I panjohur, I lagur nga kokat e këmbët, me fytyrë të lodhur dhe sy që kërkonin vetëm pak ngrohtësi njerëzore. Ai kërkoi stre vetëm për pak kohë. Brenda shtëpisë kishte uri, të ftohtë dhe frikë. Por kishte edhe diçka më të madhe, zemër. Marina hapi derën plotësisht dhe e ftoi brenda, pa e ditur se ai moment do të ndryshonte fatin e tyre për gjithmonë. Ana ishte ulur në dysheme me kukullën prej cope në prehër. Nuk po shikonte çatin nga ku pikat e ujit vazhdonin të binin, por derën e përparme. Syt I kishte të largët, sikur po dëgjonte diçka që të tjerët nuk mund ta dëgjonin. Ajo foli me zë të ulët, pothuajse si një përshpëritje që mezi u dallua mes zhurmës së stuhis. Ka dik jashtë, tha ajo qetësisht. Si ka mundësi, pyeti Luku, duke ngritur vetullat. Askush nuk rri në rrugë me këtë shi. Ka, këmbënguli ajo. Unë e ndjej. Në kuzhinë, Marina sapo kishte ndezur sobën e vjetër. Flaka e dobët lëkundej nga era që hynte përmes çarjeve të shtëpisë. Ajo kishte vendosur një tenxhere të vogël me ujë për të zier orizin. 3 vezët që kishin mbetur qëndronin në një tas të vogël pranë saj, ndërsa një sallam I holl priste mbi dërrasën e prerjes. Ishte gjithçka që kishin për darkë. Ajo po mendonte si ta ndante ushqimin në mënyrë që të mjaftonte për të gjithë kur dëgjoi zhurmën. Trokitje. 3 goditje të qarta në derë. Ajo ngriu në vend. Fëmijët gjithashtu heshtën. Trokitje. 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 Këtë herë më fort, më këmbëngulse. Era ulërinte jashtë si një kafshë e plagosur. Shiu përplasej mbi derë dhe mbi muret e dobëta. Megjithatë, mes gjithë asaj kaosi, dikush po trokiste. Marina fshiu duart në përparsen e vjetër. Zemra I rritë shpejt, aq shpejt sa ndjeu sikur mund të dëgjohej nga të tjerët. Eci ngadalë drejt derës, me këmbët që I dridheshin. Luku u ngrit menjëherë dhe e ndoqi. Mam, ki kujdes, tha ai. Ajo mbështeti veshin mbi drurin e vjetër të derës. Pastaj dëgjoi një zë. I ngjirur. I lodhur. I thyer. Të lutem, më duhet vetëm pak stre derisa të pushoj shiu. Marina hezitoi. Ajo pa 3 fëmijët e saj.
Luku duke i friksuar. Pietri ishte fshehur pas vëllait. Por Ana e shikonte me ata sy të mbushur me besim të pastër. Në mendjen e Marinës kaluan shumë gjëra njëherësh. Rreziku. Frika. Mundësia që ai burr të ishte i rrezikshëm. Mendoi për ushimin e pakët që kishin. Mendoi se ndoshta po rrezikonte gjithçka. Dhe pikërisht kur dora e saj qëndronte mbi shulin, ende e pavendosur, ndodhi diçka e papritur. Ana bëri një hap përpara. E shtyr nga një impuls i pastër, nga një besim që vinte nga zemra e saj e vogël, ajo kaloi pranë nënës, zgjati dorën drejt shulit prej druri dhe e tërhoqi. Dera u hap. Ana, bërtiti Marina e trembur. Por ishte vonë. Era e ftohtë hyri brenda bashkë me një shpërthim shiu. Dhe aty, në pragun e derës, i ndriçuar vetëm nga drita e dobët e një qiriu, qëndronte një burr. Ishte i lagur nga kokat e këmbët. Rrobat i kishte leckë. Gjinset e vjetra ishin të grisura në gjunjë dhe të mbuluara me baldh. Këmisha që dikur kishte qenë e bardhë tani ishte gri dhe e ngjitur pas trupit nga uji. Ishte zbathur. Këmbët i kishte të mbuluara me prerje, baldh dhe gjak të tharë. Fytyra ishte shumë e dobët. Mjekra e parruar, flokët e gjatë të lagur i ngjiteshin në ball. Ai dridhej. Dridhej aq shumë sa dhëmbët i përplaseshin. Por sytë e tij ishin ndryshe. Kishin një qetësi të thellë. Një dritë që nuk përputhej me varfërinë e pamjes së tij. Ana e shikoi drejt në sy dhe ndjeu diçka të çuditshme. Nuk ishte frikë. Ishte njohje. Sikur në një mënyrë të pashpjegueshme ajo ta kishte takuar më parë. Hyni, tha ajo me zë të butë por të vendosur. Shpejt, para se të lageni më shumë. Marina ishte ende e shtangur, por kur pa gjendjen e burrit, instinkti i saj për të kujdesur për dikë fitoi mbi frikën. Ajo mbylli derën pas tij. Ulu këtu, tha duke treguar karrigen e vetme. Do të sjell një peshqir. Faleminderit, tha burri me zë të ngjirur. Zoti e bekoft këtë shtëpi. Marina shkoi dhe solli peshqirin e vetëm të thatë që kishin. Ishte i vjetër dhe i zbehur, por i pastër. I dha edhe disa rroba të vjetra të lëna nga burri që ishte larguar vite më parë. Ai u përpoq të thahej, por dukej sikur ishte lagur deri në kockë. Uji vazhdonte të pikonte në dy sheme. Ana bëri një hap përpara. A jeni i uritur? Pyeti ajo. Burri ndaloi dhe e pa. Buzëqeshi lehtë. Po, vogëlushe, tha ai. Por e di që ju nuk keni shumë. Nuk dua t'ju marr ushqimin. Ana tunte kokën. Jezusi mësoi që duhet të ndajmë edhe kur kemi pak. Ai mbylli syt për një çast. Kur i hapi përsëri, ishin të lagur. Marina ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Ajo u kthye në kuzhinë dhe pa tenxherën. Uji po zjente. Orizi ende nuk ishte hedhur. Vezët prisnin. Sallami ishte aty. Ishte darka e tyre. Gjithçka që kishin. Por nuk arriti të thoshte jo. Ana, eja të më ndihmosh, tha ajo. Burri shkoi në banjë të ndërrohej ndërsa nëna dhe vajza përgatitën ushimin. Marina hodhi orizin në ujë, skuqi një vezë në tiganin e vjetër dhe preu gjysmën e sallamit për ta pjekur. Era e ushqimit mbushi shtëpinë. Kur gjithçka ishte gati, ajo vendosi një porcion të mirë në një pjatë të qarë dhe ja çoi burrit. Nuk është shumë, tha ajo, por është bërë me zemër. Ai e mori pjatën me të dyja duar. E pa sikur ishte banketi më i madh në botë. Lotët i rëshitën në faqe. Faleminderit, tha. Nuk e dini çfarë do të thotë kjo. Ai hëngri ngadalë. Shumë ngadalë, sikur çdo kafshat të ishte e shenjtë. Fëmijët dhe Marina e shikonin në heshtje. Diçka ishte ndryshe në atë moment. Diçka që askush nuk mund ta shpjegonte. Kur mbaroi, vendosi pjatën me kujdes mbi tavolinë dhe e pa Marinën. Ishte vakti më i mirë që kam ngrënë prej shumë kohësh. Sa kohë kishit pa ngrënë? Pyeti Luku. Ditë, u përgjigj ai. Shumë ditë. Marina ndjeu dhimbje në zemër. A keni familje? Pyeti ajo. Keni ku të shkoni? Ai heshti për pak. Kam një familje shumë të madhe, tha më në fund. Por ndonjëherë më harrojnë. Në ato fjalë kishte trishtim, por jo zemërim. Vetëm paqe. Mund të flini këtu sonte, tha Marina.
Shiu është shumë i fortë. Unë nuk mund t'ju paguaj. Nuk dua pagesë, u përgjigj ajo. E bëjmë sepse është e drejtë. Ai e pa gjatë. Nuk mund t'ju shpërblej tani, tha. Por një ditë do të merrni shumë më tepër nga sa më dha të sot. Marina nuk e kuptoi plotësisht, por tundi kokën. Ajo solli batanien e vjetër të nënës së saj, të bërë me copa pëllurash. Shtriu aty në qoshe. Ky është vendi më i mirë në botë, tha ai. Më vonë ajo i çoi fëmijët në dhomë. Ata flinin të tre në një dyshek të hollë në dysheme. Mam, përshpëriti Ana, ai është engjëll? Marina i përkëdheli flokët. Nuk e di, bia ime. Por ne bëm atë që Zoti na mëson. Ajo ushtri pranë tyre dhe më në fund e zuri gjumi, ndërsa jashtë shiu binte ende. Kur u zgjua, rrezet e para të diellit hynin nga dritarja. Shiu kishte pushuar. Zogjt këndonin. Ajo shkoi në sallë. Batania ishte palosur me kujdes mbi karrige. Burri nuk ishte më aty. Dera ishte e mbyllur, por jo e kyçur. Ai ishte larguar. Marina hapi derën. Qielli ishte i pastër, blu i lehtë. Toka ishte ende e lagur. Nuk kishte asnjë gjurmë të tij. Ajo mori frym thellë dhe u kthye brenda. Të paktën ishte larguar i sigurt. Shkoi në kuzhinë për të përgatitur diçka për fëmijët. Por kur hapi dollapin, u shtang. Ishte plot. Plot deri në buzë. Oriz. Fasule. Makarona. Vaj. Sheqer. Kafe. Krip. Biskota. Qumësht pluhur. Gjëra që nuk i kishte bler prej muajsh. Ajo mbuloi gojen me duar ndërsa lotët i mbushën sy. Me duar që i dridheshin, hapi frigoriferin. Edhe ai ishte plot. Vezë. Djath. Proshut. Kos. Fruta të freskëta. Perime. Si është e mundur? Përshpëriti ajo. Në atë moment Luku hyri në kuzhinë. Ai ndaloi kur pa fytyrën e saj. Mam, çfarë ka ndodhur? Marina nuk arriti të fliste. Vetëm tregoi me dorë drejt dollapit dhe frigoriferit. Dhe në atë heshtje të mbushur me habi, ajo kuptoi se ndonjëherë mrekullit vinë në formën e një trokitjeje të thjeshtë në derë. Luku hapi syt i habitur duke parë dollapin dhe frigoriferin sikur të mos i besonte asaj që po shite. Nga erdhi gjithë kjo, pyeti ai me zë të ulët. Ana u shfaq në pragun e kuzhinës dhe buzëqeshi qetësisht, sikur gjithçka ishte e natyrshme. Ishte ai, apo jo, mam, tha ajo. Marina u kthye drejt saj. Si e di? U zgjova natën dhe e pash në sallë, tha Ana. Ishte në gjunjë dhe kishte një dritë të artë rreth tij. Ndriçonte gjithë dhomën. Ai po fliste me Zotin. Marina u ul në karrige, sepse këmbët nuk e mbanin më. Çfarë tha? Përshpëriti ajo. Ai tha, atë bekoje këtë shtëpi dhe këtë familje që më hapi derën kur isha i lagur dhe i ftohtë. Bekoj këta fëmijë që më dhan ushqim kur isha i uritur. Luku u zbe. Ana je e sigurt? Po, tha ajo. E pash. Në mendjen e Marinës jehuan fjalët e shenjta që kishte dëgjuar dikur, pata uri dhe më dhatë për të ngrënë, isha i huaj dhe më pritët. Zemra i u mbush me dridhje. O Zot! Përshpëriti ajo. A kishte qenë Jezusi në shtëpinë e tyre? Pak më vonë, dikush trokiti në derë. Ishte Konçe, fqinja e qetë që rrallë vinte për vizitë. Më fal që po të shqetësoj, tha ajo. Mbrëm pash një ëndër. Një zë më tha të sjell rroba për familjen tënde. Ajo vendosi 2 çanta të mëdha në dysheme. Brenda kishte rroba të pastra, pothuajse të reja. Fëmijët i provuan dhe u përshtateshin perfekt. Ata qeshnin para pasqyrës së vogël, ndërsa Marina ndjente lotët t'i rridhnin nga mirënjohja. Rreth mesditës erdhi Antoni, pronari i dyqanit. Duhet të flas me ty, tha ai seriozisht. Mendova se dyqani ishte grabitur. Dera ishte hapur. Por nuk mungonte asgjë. Përkundrazi, në ark kishte para që nuk i kisha vendosur unë. Ai nxori një zarf. Më dukej sikur dëgjova një zë që më tha t'i ndaj me ty ka 3.000 euro këtu. Paguaj borxhet dhe përdori për fëmijët. Marina e mori zarfin duke qarë dhe e falenderoi pa pushim.
Kur ai u largua, ajo ul në dysheme dhe qau nga mirënjohja. Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Marina u kthye në sallë dhe u gjunjëzua aty ku burri kishte fjetur. Zot, u lut ajo, nuk e di nëse ishte ti, por e di që Jezusi kaloi këtu. Faleminderit që zgjodhe shtëpinë tonë. Pastaj pa diçka. Në dysheme ishte një shenjë e vogël dore mbi drurin e errët. Ajo e preku dhe ndjeu ngrohtësi, edhe pse kishin kaluar orë. Në qendër të pëllëmbës ishte një shenjë e rumbullakët, si plagë goshte. Marina shpërtheu në lodh. Tani ishte e sigurt. Jezus Krishti kishte qenë aty. Kishte ngrënë me ta dhe kishte fjetur në shtëpinë e tyre. Dhe sepse e kishin pritur me zemër, bekimet kishin ardhur. Ajo thiri Lukën dhe Anën. Ata u gjunjëzuan rreth shenjës duke falënderuar në heshtje. Kaluan 2 vite. Jeta ndryshoi plotësisht. Frigoriferi nuk mbeti më bosh. Sa herë që ushqimi mbaronte, dikush sillte diçka ose ndihma vinte pa shpjegim. Marina gjeti punë të përhershme me pagë të drejtë te Silvia, një nga shtëpitë ku kishte punuar më parë. Djali i Konçes, një inxhinier, ndihmoi në riparimin e shtëpisë. Çatia u ndërrua, muret u përforcuan dhe dritaret morën xhama të rinj. Shtëpia mbeti e thjeshtë, por u bë e sigurt dhe e ngrohtë. Luku fitoi bursë në një shkollë private dhe më vonë u bë inxhinier civil. Ana u bë mësuese, ndërsa Pietri u bë mjek. Të tre ndihmonin njerëzit në nevojë, ashtu siç kishte bërë nëna e tyre atë natë. Shenja në dysheme mbeti. Çdo ditë Marina e shikonte dhe falënderonte. Çdo vit në përvjetorin e asaj nate, familja përgatiste një darkë të thjeshtë, oriz, fasule dhe vezë të skuqura, një kujtim i asaj që kishin ndarë dikur. Në tryez vendosnin gjithmonë një pjatë shtesë dhe një karrige bosh. Sepse dera e tyre ishte gjithmonë e hapur. Dhe zemra gjithmonë gati, duke pritur që Jezusi të trokas përsëri.